Në ditën e shënimit të 18 nëntorit, ditës botërore të parandalimit të shfrytëzimit seksual, keqpërdorimit dhe dhunës ndaj fëmijëve, raportohet përdhunimi 5 vjeçares nga një 23 vjeçar. Prokuroria e Shkupit njofton se ka ngritur akt akuzë ndaj një 23 vjeçari nga Vollkova për kryerje të akteve të tjera seksuale ndaj një vajze 5 vjeçare, vepër e parashikuar nga neni 188 i Kodit Penal. Edhe pse nga prokuroria nuk kanë dhënë shumë detaje nga kjo vepër e rëndë, se çfarë lidhje kishte i dyshuari me të miturën pasi përdhunimi kishte ndodhur në shtëpinë e tij, bëhet e ditur se manjaku 23 vjeçar, 5 vjeçaren e kishte përdhunuar për 3 muaj. Midis majit dhe korrikut të këtij viti, i pandehuri detyroi një vajzë 5 vjeçare të kryente akte seksuale me të në shtëpinë e tij dhe e kërcënoi atë që të mos i tregonte të atit për këtë. Së bashku me akt akuzën, prokurori publik kompetenti ka paraqitur gjykatës edhe një propozim për zgjatjen e masës së paraburgimit të përcaktuar më parë për të pandehurin. Sipas të dhënave zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme, numri më i lartë i përdhunimit të fëmijëve është i grup moshës nën 15 vjeç.